Kryetarja e qytetit të Shkupit Danila Arsovska emëron drejtor të ri në ndërmarrjen publike higjiena komunale pas arrestimit të Sabaudin Rustemit. Ushtrues detyre drejtor do të jetë Aleksandar Jovanovski, i cili vjen nga qyteti i Shkupit si inspektor në sektorin e inspektoratit dhe gjithashtu ka përvojë të mëparshme në sektorin për zhvillim ekonomik lokal. Aleksandar ka shumë vjet përvojë në sektorin privat, në tregti si udhëheqës i një njësie organizative dhe me një angazhim pune në shoqatën për mbrojtjen dhe promovimin e mjedisit. Ka punuar në zbatimin e projekteve ekologjike dhe shoqërore përgjegjëse. Jovanovski ka arsim të lartë në menaxhim në Universitetin Goce Delchev në Shtyp dhe ka fituar certifikat ndërkombëtare për çështje institucionale ndaj mbrojtjes së mjedisit. Ndërkaq paraprakisht, bordi drejtues i ndërmarrjes publike higjiena komunale i kërkoi kryetares së qytetit të Shkupit Danila Arsovska që të emërojë drejtor të ri. Përmes një letre të dërguar Arsovskas, bordi drejtues i bëri thirrje kryetares që urgjentisht të saktojë ushtrues detyre drejtor, në të kundërt përgjegjësia për situatën alarmante do të jetë vetëm e saj. E nderuara zonja Arsovska, si bord drejtuese të NP Higjiena Komunale Shkup, ju informojmë se në kundërshtim me pretendimet e juaja, të gjitha ingerencat dhe kompetencat për të saktuar dhe shkarkuar drejtor i keni ekskluzivisht ju. Ata gjithashtu i kujtuan se momentalisht janë nga fundi rezervat me naftë automjeteve speciale të higjienës, të cilat përdoren për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave komunale dhe nuk mund të blihen para nënshkrimin e drejtorit të ri. Ata e kanë rikujtuar Arsovskën se në 4 vitet e kaluara ka saktuar 5 drejtor dhe i ka shkarkuar 4. Drejtori i deri tanishëm Sabaudin Rustemi dhe Aki Saiti, menaxheri i mbeturinave, janë arrestuar në ndyshimin se kanë kryer vepër penale të rrezikimit të mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Rustemi pas arrestimit dha dorëheqje nga posti i drejtorit për, siç ka thënë, arsye morale.